Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha të dielën se nuk po bën shaka pasi po kërkon një mandat të tretë presidencial, të cilin Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ndalon, por shtoi se është ende shumë herët për të menduar për një gjë të tillë. Trump, i cili mori detyrën me 20 janar për mandatin e tij të dytë jo të pasueshëm, ka bërë aludime për mundësinë e kërkimit të një mandati të tretë, por e ka adresuar atë drejt për drejt në një intervistë telefonike me NBC News. Jo, nuk po bëj shaka. Nuk është shaka, tha Trump, por është shumë herët për të menduar për këtë. Aty janë metoda që mund t'i përdorni, siç e dini, tha ai, duke refuzuar të shpjegonte metodat e veçanta që mund të përdor për një mandat të tretë, ndërkohë që Kushtetuta amerikane lejon vetëm 2 mandate të një presidenti. Presidentet e Shteteve të Bashkuara janë të kufizuar në 2 mandate 4 vjeçar, qoftë të pasueshme ose jo sipas amendamentit të 22 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara. Një propozim për të anulluar një amendament kushtetues kërkon një vot 2/3 në të dyja dhomat e Kongresit dhe ratifikimin nga legjislatura e 3/4 të Shteteve të Bashkuara. Disa aleatë të Trump kanë hedhur idenë për të mbajtur Trumpin në Shtëpinë e Bardhë pas vitit 2028 dhe presidenti gjithashtu ka përmendur këtë ide disa herë në një mënyrë që duket si një sfidë ndaj kundërshtarëve të tij politik. Trump, i cili në moshën 78 vjeçare ishte presidenti më i vjetër në kohën e inaugurimit të tij, do të ishte 82 vjeç nëse do të merrte një tjetër mandat 4 vjeçar për zgjedhjet e nëntorit të 2028-s. George Washington, në vitin 1796, vendosi precedent për një presidencë 2 mandatëshe, një kufizim të vet imponuar që u ndoq nga shumica e presidentëve të Shteteve të Bashkuara për më shumë se 140 vjet, derisa Franklin Roosevelt në vitin 1940 e shkeli traditën dhe shërbeu për një mandat të tretë e më pas vdiq disa muaj pas fillimit të mandatit të tij të katërt në vitin 1945. Kjo hapi rrugën për amendamentin mbi kufizimet e mandatit në vitin 1951. Këshilltari i vjetër i Trump, Steve Bannon, dha një intervistë me 19 mars në News Nation që beson se Trump do të kandidojë përsëri në 2028. Bannon tha se ai dhe të tjerët janë duke hetuar mënyrat për të bërë që kjo të ndodhë, duke përfshirë shqyrtimin e definicionit të kufizimit të mandatit.